të shqiptarët, ndikimi në jetën tokë të shqiptarët është te agjendat. Është mendimi jam komplet tu i shiku proceset si jena kon para luftës, sidomos në Kosovë, si jena kon gjatë luftës edhe si jena pas luftës. Po. Domethënë ndikimi është komplet i agjendat. Domethënë fati jonë si shqiptarët është agenda amerikane. Agenda amerikane e cila para luftës ka investu, agenda amerikane e cila me trekanëshin Shqipëri, me trekanëshin kraj luftës, ne ka formu shtetin të cilën e gëzojmë, edhe agenda amerikane të cilën e ka formu shtet. E këtë problematik shumë shqiptarë, më thamë shumë si jem të e kuptu, ku jem e ku jem të shku. Çka po ndodh në Shqipëri është turp, është turpi më i madh i agjendave të cilat vjen të vepru. Mendimi jam është personal, ja. Po. Ky është turpi më i madh çka është ka bëhet e vedia është tepër është ylt. Edi Rama është një heroj gjallë, Hashim Thaçi është një heroj gjallë, Ali Ahmeti është heroj gjallë. Ky është trekanshi të cilët agjentat e dyta mundohen me shkatru. Domthonë Ali Ahmetin e kanë jep i lojës, Hashim Thaçin e kanë jep i lojës, kush i ka mbetë në këtë trekansh? I ka mbetë vetëm edhe Edi Rama me largu pikë kësaj lojës. Ky është agent e trupit të cilat burimin unë mendoj se ka në Evropë. Është një agent e freskshme shumë më la. Unë mendoj është personalisht duke hyrë procese para luftës, duke hyrë procese në luftë, e duke hyrë procese pas luftës, e shikojmë situatën si është në Kosovë, e cila agent është të funksionon në Kosovë, cila agent është të funksionon në Maqedoni, edhe cila agent është tash të vepru në Shqipëri. Është e freskshme shumë për neve shqiptarët. Tash e lexova një koment në inserat, gjëse të mbazet po bëjnë një protest, me çfarë titull kanë qenë mbazet protesta kundër Edi Ramës, kundër Izraelit. Ku ka më frikshme si kjo për neve shqiptarët, ku jemi kundër idjena, ku jemi kundër dhe idje, e ku jemi sot jemi të rreziku shumë e vlerat tona normal, tepër jemi të rreziku, tepër është e rrezikshme, është e frikshme. Shumë është e frikshme.